Zbriti në tokën pakistaneze, por me këtë shtet nuk ka punë. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance u pritë shtunën në Islamabad nga kryeministri Shehbaz Sharif. Me ndërmjetësimin e një kuqirit që shoqërohet edhe nga zyrtarë të tjerë si dhëndri i presidentit Trump, Jared Kushner, delegacioni i lartë amerikan zbriti për të biseduar me ata iranian. Ky i fundi drejtohet nga ministri i jashtëm Abbas Araghchi dhe kryeministri i parlamentit Mohammad Bakr Kalibaf. Bisedimet, ora dhe vendi sakt i të cilave nuk është bërë i ditur, mund të përcaktojnë përfundimisht nëse do të respektohet anëpushimi brisht 2 javor SBA-Iran. Në të kundërtën, rajoni në lindjet e mesme mund të rrëshqas sërish drejt një konflikti të ri. E në Washington, presidenti Donald Trump deklaroi se pret përparim që do të hap gjirin për sikt me apo pa marrëveshje formale. Tha se nuk do të lejoj që Irani të vendos tarifa apo të kontrolloj në mënyrë efektive ngushticën e Hormuzit. Një zyrtar pakistanez konfirmoi për mediat ndërkombëtare se negociatat po ecin mirë, por tha se nuk mund të tregojë nëse palët janë të ulura në një vend apo janë të ndarë. Kurse kryeministri pakistanez Sharif vlerësoi angazhimin amerikan e iranian për të përfshirë në mënyrë konstruktive në këto bisedime. Ai shprehu shpresën se bisedimet do të shërbejnë si një hap drejt një paqeje të qëndrueshme në rajon. Bisedimet e tilla janë më të lartat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit që nga revolucioni islamik i vitit 1979.